Ka përfunduar korrigjimi i gjuhës së huaj për maturantët. Në Shkodër, sipas zyrës vendore arsimore, ka patur një rritje të mesatare së përgjithshme nga 1330 nxënës, vetëm 9 prej tyre kanë rezultuar mbetës dhe mbi 380 maturantë të tjerë morën notë maksimale. Rezultatet që kemi marrë sigurisht janë në pritshmëritë tona, por ka edhe një korrelacion shumë pozitiv mbi atë që ne kemi patur pritshmëri. Kemi patur një rritje të notës mesatare në këto provime. Mund të them që në 1330 nxënës që kanë marrë pjesë në provimin e gjuhës së huaj, kemi patur vetëm 9-4. Dhe është një shifër shumë e vogël dhe shumë e pakonsiderueshme që ndikon shumë pak në notën mesatare, por mund të them që kemi pasur mbi 380 dhjeta. Shkolla 28 nëntori vijon të mbajë vendin e parë edhe këtë vit në rezultatet e treguara gjatë provimit të gjuhës së huaj. Kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të 28 nëntori që vazhdon të marrë në lartësinë e duhur notën mesatare, të Osokukës po ashtu. Kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të shkollave private, mund të them Pjetër Mëshkalla, Marifi, Austriakja, që kanë patur një mesatare, sigurisht ka patur pra një korrelacion pozitiv mes notës mesatare vjetore dhe notës mesatare të provimit. Mesatarja e përgjithshme e shkollave 7.3, ndërsa në provimin e parë të gjuhës së huaj ka arritur në 7.8, duke treguar kështu një rritje të rezultateve dhe plotësim të pritshmërive për stafet arsimore.